A të ka ndodhur ndonjëherë të shmangësh diçka që të shqetëson? Një bisedë të vështirë, një detyrë stresuese apo një ndjenjë të pakëndshme? Nëse po, ndiq këtë video për të kuptuar arsyet pas kësaj dhe si ta përballosh më mirë. Sjelljet shmangëse ndodhin kur mundohemi t'i shpëtuajmë stresit, frikës apo sikletit, duke u larguar nga situata që na bëjnë të ndihemi keq. Kjo mund të ndodhë në forma të ndryshme, si anulimi i planeve në minutën e fundit, shtyerja e punëve, ose kalimi i orëve të tëra në telefon pa ndonjë qëllim të caktuar. Edhe pse shmangja mund të duket si zgjidhje e shpejtë për të t'i kaluar situatën, kjo sjellje në të vërtetë i mban gjallë dhe madje i përkeçson këto simptoma. Kur shmangem situata që na shkaktojnë frikë, ajo duket gjithnjë më e madhe dhe më e vështirë për t'u përballur në të ardhmen. Për shembull, dikush e shmang gjithmonë prezantimet publike nga frika e gjykimit nga të tjerat. Ai humb mundësinë për të fituar përvojë dhe siguri, që do t'i ndihmonte në uljen e ankthit. Kjo bën që ankthi të mbetet i fortë dhe madje të rritet me kohë. Njerëzit që përjetojnë ankth apo depresion shpesh shmangen aktivitete dhe kontakte sociale, duke kaluar shumë kohë të izoluar. Megjithse kjo mund të ndihmojë përkohësisht për të shmangur emocionet e vështira, në afat gjatë, izolimi vetëm sa përforcon ndjenjat e vetmisë dhe trishtimet. Për shembull, dikush refuzon takimet me miq për të shmangur biseda sociale, mund të përjetojë edhe më shumë ndjenja vetmie dhe izolime. Sjelljet shmangëse janë një nga faktorët kryesorë që mbajnë të fortë nivelin e ankthit dhe depresionit. Megjithatë, ka strategji praktike që mund të na ndihmojnë për të menaxhuar këtë fenomen. E këto strategji do t'i sqarojmë në videon e radhës. Faleminderit që ishit pjesë e kësaj videoje dhe ju ftoj të ndiqni videon e radhës për strategji praktike që ndihmojnë në menaxhimin e sjelljeve shmangëse.